Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet tona takojnë Allahut mëndueshëm, salavatet, bekimet për Muhamedit alayhis salam. Po vazhdojmë edhe me tutje klasën e surës Tahrim. Iman sura Tahrim është sura e bukur e Kur'anit, me qenë se merret me një problem pejgamberit ton alayhis salam për brenda shtëpisë. Pra, sura Tahrim, që kryet herës, sikur se na thot neve që nuk ka mundësi të ketë ndonjë familje pa ndonjë problem për brenda saj. Kjo është, si me thonë, ai mësimi kështu bazik edhe fillestar, mbi të cilin pastaj se ndërtohet surja deri në fund. E tash një mësim tjetër që e marrin te sura Tahrim, nga kjo përvojë pejgamberike është edhe ky. Sura Tahrim na mëson se sa është e rëndësishme injorimi dhe bërja sikur se nuk po i shet disa gabime të ghafut. Pra nëse njeriu vëllezër e motra këmgull të shikoj gjitha i mësirat në raport me bashkëshortën e tij, në raport me familjarët e kështu me radhë, padyshim ato do të ndodhë një lloj kështu përplasje, një lloj mospajtimi thelbësor, me qenë se nuk ka njeri të pagabueshëm. Prandaj, sikur se sura Tahrim na mëson kodin e curisë së suksesshme të një familje, e padyshim brenda tyre është edhe kjo, injorimi dhe bërja sikur se nuk po e shet disa gabime. Në mënyrë që njeriu të arrit pastaj sukses shumë, ti kapitalizoj ato në raste të tjera kur ajo vetëse është bërë urgjencë e pa tejkalueshme sa i përket shërimit edhe kurimit të saj. Kjo është, si më thënë, pak a shumë e para. Pastaj, domethënë, kjo është kodi i suksesit në raportet njerëzore. Jo vetëm brenda familjes, por edhe në jetë. Sepse nuk ka njeri, domethënë, i cili është imun ndaj rrëshitjeve e kështu me radhë. Bile Fudajli e ka një fjalë të bukur. Thot ai i cili thot përpiqet gjej shok, pa gabime, pa tmeta. Thot vetë se ka ngelur pa. A priori ka ngelur pa, për shkak se nuk ka njeri pa gabime dhe falshime. Biles, nëse mundemi me përmend edhe këtë, njerëzit e mëdhenj nuk bëjnë gabime të vogla. Ndoshta nuk bëjnë gabime rrëshitje shpesh, ama kur ata gabojnë e lakojnë, është një mend e madhe. Tash në veçanti ato bashkëshortore. Pra, kjo është kodi i suksesit në raportet njerëzore, ndërnjerëzore, në veçanti ato bashkëshortore. Dhe së dyti, njerëzit e mëdhenj japin më tepër se sa që marrin, i tillë ka qenë pejgamberi alayhis salam. Prandaj kur u izolua, u vetmua kështu me radhë, e kapulloi një lloj kështu pasigurie, Allahu më dhon shumë ja ju nebi. Ke njeri shumë i madh, ty takon cillesh krejtësisht tjetër fort. Dhe së dyti, nuk merret me gjëra të vogla. Nuk merret me gjëra të vogla. Njerëzit e mëdhenj, vëllezër, kanë kauzë të madhe. Ata synojnë shumë. Prandaj, paraprakisht, ata janë të gatshëm të sakrifikojnë e të japin nga vetja e tyre tepër edhe shumë, i tillë ka qenë pejgamberi alayhis salam. Andaj ja juhen nebi, shife, e thret me një nuftë madhështore. Biles nofka më e madhe është kjo. Pra ti je ndërmjetësuesi dhe përçuesi i mesazhit i revelatës ja juhen nebi. Si rjedhoi së këndimi, nuk të takon ty të merresh me gjëra të parancishme, të vogla, me incira e kështu me radhë. Edhe këtë na mëson sura Tahrim. E ajo si rjedhoi sikur se na thot njerëzit të cilët bashkëshortë të cilët merren dhe preokupohen me gjëra të vogla me incira, detyrimisht, pashmangshmërisht, ajo do t'i dërgoj drejt ndarjes, shkrurzimit, mallkimit, ofendimit, dyshimit e kështu me radhë. Andaj, le të përpiqemi surën Tahrim, ndër tjera, ta shikojmë e t'i qasemi asaj edhe nga ky dimension, cilin padyshim e marrim nga konteksti dhe nga mënyra e përzierjes së fjalëve për brenda surës si tërsi. Deri në ligjëratën tjetër, i rujti madh Zot, na bashkoft gjithmonë në hajër mirësi. Faleminderit shumë.